Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Me qenë se kur unë më ardhova prioritet dhe në vazhdojmë mbledhje. Kush është dakord për miratimin e pikave, jo, pikave të ditës? Merrjen e ditës. Një sekond, merrjen e ditës dhe pastaj kemi ngritisën online. Kush është dakord merrjen e ditës? Mira, duhet të ketë koda. Tash kemi një kërkesë të kreditës për arsye se ka provinë, jo? Është dakord me gjitha pikat edhe është edhe online. Që ta zhvillohet mbledhjen online. Kush është dakord për këtë lloj? Edhe kjo është dakord me test, po dakord. Vazhdojmë me pikën 1. Për intentiv për miratimin e dhënies ndihmës ekonomike përdoret dhe mos i gjatë përshim ndihmës ekonomike për vjetor 2024. Kush është dakord për pikën 1? Se s'kemi të diskutojmë kësaj. mirë për dy shkëndijë. Shkëndim këto, jo të shkama mesë këna në miratim për kriterisë politike për fondin për një 10% njësë ekonomike për 2024. Kush është dakord për pikën 2? Dakord për 8 vota. Fillojmë me pikën 3. Për shërbimin e vendimit të numër 40, dati 6 2023 për hapjen e një rrugë në fshatin Meqe të bashkisë Puk. Kush është tash ajo të një? Lëvizja është në lejë. Lëvizja ka qenë vetë pas një grup kush. E kena diskutuar nga 15 herë, I gjitha të janë një kërkesë pas të votojnë, para të një kërkesë kujtare, pak këtije kërkesë vëllurije të specialistët që i mërtojnë ta, në bazën ligjore, se të të për bazë ligjore. Asyve problemet një të shkanë. Edhe në pëmila tash 3 herë, vetëm për këto, 4 herë. Pëmila vetëm për mëllëj 3 herë. Apo për rrugë, që shka një njëri të mund që përpilet dokumentat që zdojë. Duhet një kërkesë, dikush kush ku t'i bajnë të gjenë. Marë një personel së e njësë. Kush ka tjetër në si shka? Edhe përsajmë dhe jarë me qësë ne i këna vëjtuar të dhe ratë e parë në të Shtoja dhe i herë për i shqeptin të Janë kalu? Për i shqeptin dhe i herë. Para shqilit të me ne që ne po bimë të më thanë me në bimë këtë për këtë që ne kena miratuar dhe i herë. Edhe me ne që i gjitha të me një herë dhe e vëlluar dhe me një herë. Ben, hajde pak ma shesë të më të që të mato. Kush është dakord për pikën 3? Unë me ne një kalu të të bërë. Apo 3-shin? Apo me komende? Ana bërë. Shkëra më. Gjitha, një për një. 3-shin dhe ka? 3 bërë për kjetë. Nëse ishtë dakord të rrugë e vëllu. Kush është dakord? Kaloj Isha pikën ashtë 3. online. Po, edhe kritisa është online. Edhe kjo është dakord. 3-shin, 4, 5, 6, kaloj të gjitha. Edhe gjatë. Nëmë voda pra. Një online dhe Edhe gjatë. Sa vota? Nëmë voda. nëmë voda. Një online dhe të shumë. Gjitha pika? Po, e gjitha pika të Verifikojmë që herë. Po, Ja, okej. Që kemi gjithë gjatë? Atëherë, dy fjallë, më përneri shumë një rëndësëmarin, ndjes edhe për ardhe të sot, 2 herë me nga javë, do me nga mu. jene vërë, falenderit. Arsyeja,
sa më dollën prapë që, ishte se 3 projekt venime që të solën, u banë venime, u kënë përketuar në mes thjesht dokumentacioni, që i sekretë mund që një kalu dhe vërtësime. Je më të këshillën prapë. Megjithatë, ne zbatum jashtë edhe mundësive, sepse se cili nuk ka punë për në hunë, që me bëllë vedre ekskript prapë, i shqyrtu prapë edhe jehë. Edhe kjo ishte arsye. Nuk ka se ndaj kina bërë gabime me formulimin e venime të këshillit edhe tek projekte që kina hartu. Që që na një standart ka atë parë që të rrë, çdo bashki, kur miraton, kur merr venime, kur miraton projektet. Pra do të thotë që anarshi nuk i kena në. Këtë keni sigur si këshilltarë. Unë ju falenderoj shumë për këtë marrë sot, edhe për votimin unanim. Çdo vendim që o marrë është në favorin e qytetarëve të Kukës, banorëve të Kukës. Ju shihni fare mirë se ne jena të hapur. Bashkia Kukë, Këshilli Bashkia Kukë nuk merr venime me dy standarde. As në Bandaqe, as në Prapaskena, jena të hapur. Çdo investitor që do të jetë Kukë do të jetë mirë pritur, edhe do të japi arsyet e veta pse do investojë në Kukë dhe shkojë në bankin ka për Kukë, edhe për zhvillimin e ekonomisë të qytetit dhe zonave në bashkinë e Kukës. Kështu që ne do ju urojmë suksese edhe aty në investitorëve, siç mund të jenë edhe këta që u miratuan sot. Në Kukë është i mirë pret të lloj investitorës që japi një impakt pozitiv. Dhe jo ato që bojnë biznes në Kukë edhe nuk paguajnë taksat. Pra, na kena dy standarde. Ata që janë Kukë japin mesazh negativ edhe për qytetarët dhe për bashkinë, nuk paguajnë taksat. Një nga ata janë edhe biznesmen të faushëm të fillu të turizmi i madh, që nuk paguajnë taksat. Në kohë kur në rrugë dyshimta bëjnë Prapaskena që mos e miratur vendimet e Këshillit. Për me fut investitor strategjik, investitor që japin një fakt pozitiv. Ju falenderoj shumë mirë për pjesëmarrjen, ndjes, ne do të kena krah jush që ju jeni fort, jeni në marrë të venime që janë për të në Kukës. Unë jam, kam thënë shumë fillim, kur kina bërë betimin, ne jena me i qëllë. Zbatojmë ligjin, hartojmë projekte, ta afrojmë investitor që japin Kukës në perspektivë zhvillim ekonomik. Ju falenderoj gjithë. Falenderoj dhe shpjegoj. Tek të tjerat kena një dy kërkesa, nëse një gjë 5 minuta. Është një kërplak i Kaftallës, ka bërë një ankesë. Kur ta vesh gjoni mund të na tregojë në gjë, pa nuk di se si është puna. Edhe kam edhe një ankesë të thirrë për firmën Berat. Do ta diskutojmë pra pse do ta bëjmë një. Edhe pak Katër personave, Doro Troku, Angjeli Prenga, Gjeri Prenga dhe Prenga Greca. Kanë qenë pjesëmarrës, kanë marrë pjesë në vendin, janë njoftuar në kohë si gjithë të tjerë, zgjedhjet janë bërë, çdo lagje, ato shkojnë pranuar marrë pjesë në zgjedhje, ato kanë të një antar kursie, një antar të qytetit vendit. a ke qenë ti për zënë? Po, kanë thirrë. Është zgjedhur në lagjen Kamshaj, në lagjen Qokaj, lagjen Donaj që këto janë vetë, këto s'kan pranuar të zgjedh plakun sepse duhet të vendosë edhe plakun në lagje tjera. Jo mos zgjedhni këta, po zgjedhni këta. Këto si për rregull, dy lagje zgjedh, këto dy lagje kanë rënë në kompromis me një tjetër, do zgjedhni në plak. Në 3 vetë kur dy janë bashkë,
është e pa, Ti ke qenë përfaqësues, ka Po. qenë rregull, ka qenë rregull. këtë rregull, këtë të gjë. Okej, rregull. Në fund të Tash kemi një kërkesë, ankesë në të dija ka bëjë Eli Ramos kë mbajt fjalë për Frank Nicole Morku nga Kinza. Për firmën e vet, ka ankesa për pjesën e rrugës. Edhe që ne do ta marrim si në shërbim të këtë pjesë, por unë ishte të një mbledhje tjetër të thirrim ato përfaqësues të Beradit, na japin informacion më shumë që me çënës edhe bëjmë një, ose mbledhjen e radhës, ose më mirë të bëjmë një kërkesë, aty në tjetër edhe po, bëjmë kërkesë, këtë përfaqësuesin e vet edhe na shpjegojnë edhe për këtë pjesë se si do të procedojë dhe si do të bëjë. Një kërkesë. Çfarë kërkesë ka bëjë? Unë na serë. Çu po ke shtu po desh. Jo, sa po e mori. Tani na shoh. Po një kërkesë për çotin ditë për një hapje rrugë gon. Po le dita. Ku është kjo kërkesë? Ana ashtu? Jo, ishte kërkesa, dhe është anëgjitet prej procedura e dokumenti. Ne kena bëjmë vendim më ti pra punë. Ne kena bëjmë vendim për shtanim. Jo, ja se marrë të vasime. Për ditë për një hapje rrugë. Do ma shkallqisim procedurën. Do ma shkallqisim procedurën dhe e sjellim të mbledhjen e radhës. Nuk shkon dorë ajo. Mund ta sjellë, mund t'i sjellë edhe për qytetar, mos. Bëjmë një grup pune i zbashku dhe me edhe me profesus administratë bashkisë, në zhjurën me urbanistikës dhe shërbime. Identifikojmë tonë ato rrugë që duhet muha, sepse për në qesin shumë punë ta në procedura burokratike ka. Ti marrim pa dallime këtë nevojë për me hap rrugë 500 metra, 200 metra, 300 metra. Ti bëjmë me një dokumente tona, me një kërkesë, fillojmë procedurën ligjore që ata duhet me ashtu. I miratojmë qiko dhe gjatë vitit na jena thojmë, ne i bëjmë ka 1, 2, 3, 4, 5 deri në final. Pra, që mos merrem me shumë. Imagjino që na qipi punë vetëm hapja një rrugë në mes, jo me buxhet. Vetë bandor, vetë me kontribut vetë, ashtë të tërë dhe herë që kalon qimë. Edhe nuk jera. Imagjino të që në qo se na eci me këtë, jo disë rritëve, se qaj në do eci në djetër mërësh. Bojmë edhe qa, di kushtohet, duke hapur në me shku të shkje emet, na i thojmë, po, nuk miratot, nuk e di, procedurat. Na nuk dhe i nëzjenë të shqip. Do të shohim edhe këtë venim që morën sot, ta shohim se si do të procedohet ma ne. Pra na, me specialista, me tonë dokumentacionet duhur, shkojnë edhe qalojnë. Pra të të gjajmë edhe arsuin në mos miratimit. Që për herë tjera në të bajnë këtë formë, ashtë pa mirë, gjitha rrugë, ku kena rrugë, që do të hapen të trejera. Në sektorin e tyre, i bajnë edhe, atëherë bashkia është në prej gjatë vitit që ti bojë realitet në hapin e tyre. Që janë rrugë që i bajnë edhe me bugjet bashkista, jo me bugjet mërësejnë. Po ben, që kishë? Gjithë në rrugën e ditë, ka bëtë fërë për gjatë me minë, rruga për gjatë me minë. Një gjë më ti. Gjithë në matë rruga i ka qenë qytetar, Kja kërkesë të orë për atë një vitë 22 vjeç. Ne e ka dhënë okej si shqipë. Ma në e dhënë që në përse pro. Ne e ka dhënë okej, shqipë bashkisë publika në okej në rrugën, ne e këna vendosë me vota të to. Me 10 vota pro, si asaj rrugën me nëndë kena në një shqipë për me e ma. Keni, më falë pak, kam shëllë në sekretare, keni vendosë që jo, keni raura një shtë gjithë që t'ja kaloni bashkisë, për keni marrë vendim me atë. Kena vendosë që këshimi bashkisë publika, ka dhënë okej asaj rrugën që aja rrugë të hapin bashkia me shpendimet e veta. Këtë të dhënë, e kena po vendime, këtë të arë pisi të e kena votu pro, po të kështë Po ben, që se sa po, edhe të po e argullojnë, me vëtojnë... jo, që është realitet, që na kena Po jo, da po që ke votu. po pra, po, ne kena votu, dhe këse rrujnë e kena dhënë të një ka një vitë të sasë, kena dhënë një shimë, për të hapin rrugë, që në një vitë e bëjnë këtu. Më ketë mi vitë e gjyë, 2 vjetë, po të banë, që ne këse rrujnë e kena dhënë një shimë, që ka rrugë e që këtë dhe atë me mini. Shumë e drejtë, qose është miratu një herë, si do shohim në procedurën si bashkan qitet mirati. Po në është miratu me, në që shqiptarë ka votu pro. Lindit për shili, ka votu, t'ja kalojnë bashkisë. Po kena votu pro,
mos i procedurë. E shumë Do të thonë autorizojmë makinë për me e bo, po dënimin që Po, jo. Nuk është venim. Ne ka këtu këshillë e ka futur me 10 buta hoqë që janë shpatën. Po më shumë dhe për ka futur, se ka futur. Nuk ka shvaj vizionë. Ti e ke votu pro se kanë kena dhënë bukerin që në makinë, që janë shumë shpatën. Po, kena votu që shifë, e janë shumë shpatën. Me shpendimin e bashkisë. Noi, e kena vendosur sa të shpendimin e bashkisë. Aty është marrë një farë mase. Kemi të kalëshë para se me mu bëhë të nërkes, kjo në të një investim. Investim ja po shumë me qako një gjuhë, së të me po. Me shetër, me rafshime, me rrullme, me gjitha. Ka në vërguhe, po pati investimin një të këtë tjetë. Tani, investimin s'li për të aja rruga e Kinzës. I fatë që është për pjesën e garajbit. Por kam një qenë tjetër. Nuk pojmë edhe 5-3 muj verë për lati rrugët e. Ka nevoj për 12 muj. Ka për shemë marë një muj para shqip. Ka të ka në gira një herë me të 3 kalori. Ka të gira një herë letë. 2 herë, 3 herë me latje. Si shapotin muj. Për shemë. Që më stjetë më të më dhe frokë, nuk ka shqip. Ka shqip, s'ka në shku. Por sa shqip, por apo a thamë të më shkëve latje, një herë, 2 herë, 3 herë. Ke përsish. Këtë du me kërku Kjo problemi. E të 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 partisë, sepse herë nëmët, herë nuk davët. E bodë jashtë, për qenë. Janë për kjo rrugë, dhe për ka që avorë të nga shumë. E me të të ka njësë, por ki investim, për ka t'i që ki investim po dhe të parë. Do në lëtë, se të bëhet të në. E të ka nevoj për realizime, ka nevoj për mirëmojtje. Mirëmojtje janë për të bëhe shumë, atë një prasish, mirëmojtje. Sta për informacion, me kompaninë bërë, nuk në pas kontakt. Ka darë drejtori profesor Kryesori në magistrarë në bashki, jo ma të dhe 3 herë ka pritë në atë. Kina rrë të zbërnis, që ankesat e banorëve i marrën shkërtim drejtori që ka ardhë i liu në Beradit. Edhe aja praqit këtë pozitiv që ka fillu nëshimin si në qasje të paga me kushte me tira, aty, por edhe të rrugë. Të rruga që është dispozicion për Beradin një herë ma shumë, por edhe për banorët që të lërëtë. A i ka marrë masa, edhe po bënë sistemimet, si shtaj edhe ti, po vazhësisht ajo ankesa është e bënë ma përpara, e kryeministit, por na, mirë ishte se sot e ardhi i bejti, edhe ta e kalu. Që Beradi është dakord në ullë me ne, për që të mund të temi që ka në banorë. Si për ndotjen e ujrave, është edhe për ndotjen që i bada të dhejtë. Nësa shkërë që e ka dhe nga të firmë është nga bashkëpunusja se së përse. Aja është i gashëm me qenë unik me banorë, me respektu Norveshjet edhe Kanadjanë. Që jena Të një me ne me qenë në përgjisë. s'la fejmë shumë drejtime e ndorë si me atën sloganin e shumë, jena okej me Beradi. Unë mendoj si banorë, të shumë banorë, të kalojë ka shumë probleme e po pjesa ujtë ishën dhe ujtë vazhjës. Sa kërkesë, ka thonë që gjithë një rëkinë dhe gjithë një shtu
edhe ujë vazhditë, edhe ujë vetishën, edhe pjesa e shumit edhe kur ka po diçka, kur nuk ka po asnjë gjë, çfarë duhet bëjmë ta. Do ka prapë puna e kanë kanale, Sa për informacion kryetar, rruga ka fillu sistemimin e masënej do tjetë faza tjetër për që të bëje me qapun për masat e duara, prapë do të bëje edhe një deri te Morezat e Kapivaret, do të bëje edhe me një asfalt këto. Loftë mos uje për 14, pas ke problem. Ska ne këtë. A kene lidhje tjetër, çfarë vëllai? Ma vlerë. Të kam në stacioni. Poshtë se gjithsesi. Kërë poshtë. Lidhja mbyllet e ka rënë sa më mirë. Aga respekt tjetër. Te vëndohet me pina.